Banka Europiane për Indërtim dhe Zhvillim do të mbështesë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian duke financuar sektor kyç të ekonomisë. Drejtuesja e Bergjitë për Shqipërinë, Ekaterina Solovova, tha se bordi i bankës do të ofrojë një financim prej 900 milion euro për Shqipërinë. Sipas saj, investimet në kapitalin njerëzor janë të rëndësishme për integrimin dhe për t'i bërë sipërmarrjet më konkurruese. Bordi ynë miratoi strategjinë për Shqipërinë me 900 milion euro financime dhe synon të mbështesë vendin në rrugën drejt BE-s për një periudhë 5 vjeçare. Prioriteti i parë i strategjisë tonë është kalimi drejt ekonomisë së gjelbërt. Në fokus do të kemi edhe mbështetjen e bizneseve që ata të jenë gati për të përballuar konkurrencën në tregun evropian. Ndaj në këtë drejtim kapitali njerëzor është shumë i rëndësishëm. Kreu i Bankës së Shqipërisë Gendi Seiko tha se reformat e ndërmarra deri më tani janë të pamjaftueshme, pasi procesi i integrimit kërkon politika të reja. Këto reforma kanë qenë dhe mbeten thelbësore, por sot nuk janë më të mjaftueshme. Sot përballemi me një realitet global krejtësisht të ndryshëm. Tensionet gjeopolitike kanë shkaktuar një rritje prej 30% në kostot e zinxhirëve të prodhimit, të furnizimit që nga viti 2020. Fragmentimi tregtar ka reduktuar fluksin e tregtisë globale me 5.4% në vitin 2023, sipas Organizatës Botërore të Tregtisë. Këto deklarata u bën gjatë prezantimit të raportit të Bergj lidhur me politikat industriale.